ti je më i ri se sa unë dhe unë jam shumë e re, por miq të mi të cilët na kanë kultivuar atë dëshirën për lexim, e dim fare mirë se sa emocione të lë libri i printuar. Unë mbaj mend që herët më shumë mbaja mend një libër madje ishte i grisur, i vjetër, po edhe të mbetej e fotografuar çdo ngjarje. Dhe jo vetëm kaq, por kur lexon një libër të printuar, ke gjithmonë atë dëshirën ose ka magjin libri të fus brenda ngjarjes, pra angazhohesh dhe të bësh pjesë e një letërsie të angazhuar do thotë që të bësh pjesë e zhvillimeve psikologjike, filozofike, por edhe shoqërore, sociale. Dhe është gjë shumë e mirë. Domethënë nuk është thjesht kultivim, por është edukim nëpërmjet kësaj mënyre të lexuarit. Prandaj ka qenë pasioni im. E para, t'i kthehem Panairit. Panairi si vjetër. Në fakt unë doja të pyesja se sa shtëpi botuese marrin pjesë këtë edicion dhe sa autor. Atëherë, vitin e parë kanë marrë pjesë 70 shtëpi botuese, u vijua me vitin e dytë me 100 shtëpi dhe qëndroi tek ky numër. Pra janë rreth 100 shtëpi botuese. Ne për shkak të vendeve i kemi grupuar në hapësira, sepse nuk mund, edhe hapësira që ne ndërtojmë nuk e ka kapacitetin e nevojshëm që të mbajë 100 shtëpi botuese të veçuara. Por kemi gjetur një emërues përbashkët edhe me botuesit dhe kemi rënë dakord. Pra janë 100 botues që vinë nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia dhe Mali i Zi. Dhe ky është besim. Është besim sepse ne nuk e kemi parë këtë Panair libri si një treg për shitje, por si një ekspozim dhe si një mënyrë për t'i çuar të rinjt tanë pranë librit, pranë kulturës, sepse vetëm me një kulturë dhe letërsi të shëndetshme ne mund të edukojmë vërtet breza, të cilët janë të qëndrueshëm në dijet e tyre. Dhe duke qenë në këto kushte që botuesit nuk fitojnë, pra shesin diçka simbolike, por nuk fitojnë sepse i sjellin librat me 30%, me 50%, me 70% sot. Do të thotë që ata thjesht nxjerrin shpenzimet e tyre, por nuk shesin. Pra nuk shikohet se një, le të themi, një veprimtari biznesi, por thjesht. Absolutisht. Dhe kjo që shkon në Kosovë për botuesit. Absolutisht. Kjo mua më jep entuziazëm, pra na besojnë në nismën tonë dhe bëjmë pjesë e këtij aktiviteti të madh në qytetin e Fierit. Pa ata nuk do bëj ky aktivitet, do bënim konferenca shkencore që ne i bëjmë, do bënim promovime, por nuk mund kurse si të jepë këtë emocion qytetarit, lexuesit. Madje unë pash dje për t'ju kthyer prap kësaj, pash dje njerëz që kisha pasur përshtypjen që s'kishin lidhje me leximin për shkak se janë të angazhuar, të impenjuar me punë të përditshme, kryesisht njerëz që merren me biznesin apo që janë në administratë dhe ne dim sa kohë ka administrata për të lexuar, ishin aty, merrni libra. Kjo është gjë e mirë. Kjo është gjë e mirë, pse pra ti librin ja sjell lexuesit këtu. Dhe në një farë mënyrë në thonë se e imponon atë ta marrë këtë libër. Sepse Panair nuk ka për ditë. Por edhe të shkosh në Panairin e Tiranës, ka kosto rruga, ka kosto qëndrimi atje, plus që do blesh libra. Po, vetë se Fierit duhet një aktivitet e tillë. Përbashkët për qytetin e Fierit. Unë besoj shumë që i është dashur dhe fakti që dhe këtë vit pati për mos thënë që më i suksesshëm. Ky vit që po flasim tani është shumë i suksesshëm dhe kjo mua për ditë e më shumë më forcon idenë që qytetarët fierak e duan e mirëpresje. Në fakt do të pyesja për një ndryshim që unë vrej këtë vit, unë ditën e djeshme isha në Panair dhe pas se kishte më shumë emra të autorëve fierak ndryshe nga vitet e shkuara. Pra kishte më shumë autor fierak. Në fakt besoj dhe shpresoj që autorët fierak ta kenë kuptuar që ky është Panairi i tyre, është i qytetit të tyre. Është tjetër gjë që angazhohem unë, angazhohem në kuptimin edhe fizik edhe material, por edhe pasionant, se edhe kjo është një angazhim, se të nisësh që në janar për të sjellë një produkt në maj është një angazhim që të streson. Por ata duhet ta kuptojnë që ky Panair është i tyre.
Dhe unë e thash pak më parë, bëra një parantezë dhe thash, ky panajir nuk duhet të lidhet me emrat, sepse pastaj humbet shihen, humbet misionin. Ky duhet të lidhet me qytetin e Fierit. Fieri gjeneron emra autorësh të cilët e përfaqësojnë mirë letërsinë shqipe. Dhe nuk është se mbeten vetëm brenda një rrethi vicioz, po them që i përket Fierit apo qarkut të Fierit, por janë mbi rajonal. Dhe duke qenë autorë të tillë, ata duhet ta kuptojnë mirë misionin e kësaj nisme dhe duhet të bashkohen. Unë dhe vitin e kaluar dhe vitin e parë kam dërguar emisar, po them, që t'i thërrasin, madje u jemi lutur autorëve fierak dhe më ka ardhur keq që nuk e kanë përqafuar këtë lloj nisme duke e kanalizuar në gjëra shumë individuale. E personalizohen, dhe kjo është keq, kjo dëmton e para dëmton imazhin e qytetit. Unë po flas kështu sepse ne jemi në një televizion të qytetit të Fierit. Nuk mund ta them këtë në një televizion jashtë rajonal, sepse çështjet tona duhet i zgjidhim ne vetë. Normalisht. Por të vinë emra akademikësh, emra profesorësh nga të gjitha trevat shqipfolse dhe të mos njohin dy autor fierak me ato vlera që kanë. Është keq për qytetin e Fierit, pra ne prezantohemi keq. Duke si një qytet pa autor. Jo, duke si një qytet që ka një përbërje konglomerate dhe hajde si popullsi heterogjene paragjykojmë pasaj. Ne këtë mentalitet ne duhet ta thyejmë. Ne po tregojmë me këtë panajir që ne jemi një qytet metropol, nuk jemi një provincë. Tani kur ne japim këtë mesazhin e metropolit, që don kjo pjesa krijon kontrast të madh. Prandaj më vjen keq, aty bëhen konferenca shkencore. Tani më vjen keq, po nuk ka ne duhet jemi sy hapur dhe open mind, po them, mendje hapur. Dhe ta shikojmë atë që është në dritën e diellit. Nuk mund kurse si të gjenerojmë ne ide ose edhe sikur të gjenerojmë, se paragjykojnë nëse etiketoj kështu, edhe sikur të gjenerojmë, të dëgjosh profesor të cilët e kanë themeluar kritikën letrare, letërsinë shqipe, do thotë që të kuptosh sa pak di. Dhe dje për shembull u bën dy konferenca shkencore, njëra ishte këto konferenca i shërbejnë patjetër panajirit, por jo vetëm, sepse në këto konferenca patjetër flitet edhe më shumë për librin dhe është shumë bukur që aty shumë për autorëve mund të dëgjojnë gjëra që edhe nuk e dim, pra të mësojnë, ka çfarë të mësojnë. Dje për shembull ishte një konferencë që çeli sipari në aktivitetet tona, ishte 400 vjet pas Shakespeare-in dhe Cervantesin. Tani të dëgjosh çfarë flitet nga këta profesor me emër që unë i sjell dhe kostot janë të gjitha të mia. Ti të mos vish as ti dëgjosh, tani ti tregon që ti je shumë larg kësaj. Dhe unë nuk kam problem se s'më vinë qytetarët. Problemi është që duhet të parët në rresht atje duhet jemi ne, autorët fierak. Në qoftë se vërtet mendojmë që kemi lidhje me letërsinë. Funksionon. Kjo është edhe një autokritik. Unë po e bëj në vetën e parë, por që përgjithsohet pasaj. Ne duhet shikojmë çfarë bëhet dhe me botën jashtë. Ne duhet mbajmë fiet me letërsinë. Dhe në këtë formë, kjo është një nga format më të mira që ne të kuptojmë çfarë gjeneron letërsia sot, letërsia botërore, kombëtare po se po. Dje për shembull u fol për jetën dhe veprën e Shakespeare-it dhe Cervantesit, u thanë xhevaire nga profesorët, pak kush e mori vesh se çfarë u tha, përveç se mediave që i falenderoj vërtet që më kanë mbështetur mediat si lokale dhe qendrore. Ka pasur një goxham vëmendje mediatike të portaleve, radio, televizion është folur. Mediatikisht le të themi mbështetja ka qenë e mirë në një shkallë të kënaqshme. Kjo është gjë shumë e rëndësishme. Nëse një aktivitet të vdes brenda qytetit, do thotë që s'ke bërë asgjë. Por që të bësh që aktiviteti të dalë jashtë kufive lokal, duhet patjetër që të gjesh thëmrën e akilit, pra të bësh një gjë që të përbëj lajm. Këtë e kam dhe nga përvoja ime si gazetare. Dhe unë kurse si nuk mund të jepja një lajm në përjashtim në televizion lokal, patjetër që do të hapë sepse është ngjarje e qytetit. Por në televizionin qendror apo në gazetën ku unë punoj nuk mund të jap një lajm kur s'ka lajm. Por aman kur organizatorët mendojnë që të ketë diçka që përbën interes kombëtar dhe tej kombëtar, atëherë mediat imponohen. Dhe unë nuk i kam imponuar mediat që të bëhen pjesë e këtij aktiviteti. Mediat kanë gjetur një gjë brenda këtij aktiviteti dhe e kanë çuar. Dhe mua më erdhi mirë dje që më merrnin qytetarë të ndryshëm, miq të gjitha
qyteteve, po them, dhe dikush më thoshte kam parë Teklani, dikush te Topi, dikush, domethënë më erdhi mirë për vëmendjen. Më erdhi mirë për vëmendjen e medias qendrore. Kjo tregon që qyteti i Fierit di të bëj aktivitete serioze. Por nuk bëhej ky aktivitet pa bashkinë e qytetit. Po, në fakt për këtë pjesë unë do të pyes pak më vonë në lidhje me mbështetjen që ke patur, se kjo është tepër e nevojshme një aktivitet pa mbështetje normalisht. Absolutisht, vetëm edhe pse unë në një farë mënyrë kam hetuar po përdor këtë fjalë dhe e di që më shumë mbështetje duhet të ketë, sepse edhe unë pak a shumë e di se si funksionon ndërtimi i një aktiviteti të tillë dhe që duhet një mbështetje akoma edhe më e madhe. Dhe kjo mbështetje të ka munguar disi, por do të flasim për këtë pak më vonë, sepse nuk duhet vetëm ajo fjalë e mirë, patjetër fjalë e mirë duhet, por ndonjëherë duhet dhe ana financiare, sepse edhe mbështetja në terren, në natyrë që quhet, është shumë e rëndësishme. Është e rëndësishme, por sidomos ne nuk mund të fshehemi pas një gishti dhe të themi që ana financiare është e pavlefshme. Po mirë, sepse në fund të ditës bëhet llogaritë. Të mos e kalojmë, sepse është shumë e rëndësishme kjo. Nuk jam dakord me këtë që duhet vetëm mbështetje financiare. Patjetër që aktivitetet të tilla kanë nevojë për mbështetje financiare dhe unë kam qenë goxha e sforcuar financiarisht për këtë aktivitet. Por kjo tregon që gjërat kur bëhen me pasion mund të realizohen dhe shembulli më ideal është Panairi i qytetit të Fierit. Ato pak pagesa simbolike që bëhen brenda Panairit nga botuesit, ato kalojnë në këto shërbime të konferencave, transporte të profesorëve, hotele, të gjitha çfarë duhen për aktivitetin dhe nuk bëhen me shumë gjëra, bëhen me pak. Kuptohet që kur ndërmerr një iniciativë të tillë dhe ti e di fare mirë, duhet që të financosh dhe personalisht, sepse duhet patjetër që të dalë diçka. Dhe kur e shikon si gjë tënde, atëherë do ta trajtosh si gjë tënde dhe le të them dhe xhepi personalisht. Por të kaloj tek pjesa e institucionit. Bashkia e qytetit na ka dhënë një ndihmë të jashtëzakonshme që në momentin që ne kemi paraqitur si projekt, po flasim për këtë vit. Absolutisht. Duke e përqafuar si aktivitet. Kjo ishte mbështetja e parë, sepse nëse nuk na jepnin okay, nuk mund të merrnim iniciativë të tillë, sepse është një sforcim i jashtëzakonshëm dhe nuk del i zgjikund. Po. Në një farë mënyrë. Në këtë rast dua që të falenderoj. Është një aktivitet që për qytetin. Kjo është për qytetin. Po, nuk është diçka personale. Po, kur ka vizionar në drejtim të institucionit, do thotë që kuptohet dhe qëllimi i aktiviteteve të tilla. Prandaj dhe po them duhet që t'i falenderoj. Duhet të falenderoj dhe kryebashkiakun zotin Subash, i cili më është gjendur këto ditë me gjithë stafin e tij. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, që nga ndërtimi i infrastrukturës, që nga mundësia e shfaqjes së performancës së jashtme, po them, mundësia për të siguruar edhe hapësira për konferencat shkencore, që është pa që rëndësishme dhe kjo. Dhe ndihem mirë që në fund të ditës dalim me një bilans që institucionet qendrore të Fierit e duan këtë aktivitet, duke bërë që aktivitet i tillë kur mbështetet nga institucionet të ketë një lajt motiv, pra institucionalizohet dhe bëhet një, po them, një nismë mbar qytetare, sipas meje. Të popularizosh një aktivitet është shumë e rëndësishme, shumë e vështirë. Po ta mbash një aktivitet është akoma më vështirë. Prandaj dhe them, po ja delegoj meritat Bashkisë së Qytetit, sepse nuk mund të mbaj kjo traditë nëse s'do ta mbështeste. Në Panairin Fierit 2016 apo Panairin e Librit të Fierit, nuk po themi 2016-2015 e kështu me radhë, sepse normalisht e çdo vit është një njëjti panair, thjesht çdo vit rritet cilësia, ti punohet për më shumë cilësi, për një tjetër standard, për të rritur standardin. Unë dua të pyes, a ka kritere për pjesëmarrjen në këtë panair, përsa i përket mediokratetit të vlerave, sepse jo çdo krijues është krijues, pra jo çdo njeri që shkruan është një krijues i mirëfillt, apo jo? Po, për të prezantuar librat nuk ka kritere, sepse
selektimin e cilësisë e bën lexuesi. Kemi thënë në thënës tërthënë atë në kushtet që institucioni i kritikës letrare mungon, është i të kurrur në Shqipëri dhe në gjitha këto treva shqipfolëse që po flasin. Edhe Kosova është po njësoj, por ata kritikën duket se kur e kanë mbajtur në një stad, sepse kanë disa kritikë që ecil dhe funksionojnë edhe jashtë institucioni. Shqipëria ka një problem në studimet letrare. Dhe duke qenë se mungon ky filtr, sepse çfarë është kritika? Është filtri që mua më ndan me botën e mediokritetit. Dhe që nxjerr cilësinë në pa, pra lexuesit ja sugjeron cilin libër do lexoj, cili është ai që i përshtatet moshës, po them, ose cili është ai që i përshtatet po flas edhe kulturës. Sepse duhet të lexosh dhe lexon dhe mban, po them, përpunon. Aq sa kulturë ke, mund të lexosh më shumë sepse se arrin do ta perceptosh, ta kuptosh. Dhe këtë e bën kritika këtë lloj lidhje, por ne nuk na funksionon kjo dhe ne e dim fare mirë që shumë shkrime, recenzenca po bëhen duke u paguar. Nuk funksionon me panajirin e Fierit, absolutisht nuk funksionon. Unë doja të bëj fillimisht unë dhe grupi im donim bënim një panajir për shefin e qytetit të Fierit. Dhe nuk kemi pse të bëjmë kompromise duke thënë vlen Redhi se është mik i Majlindis apo X-i. Këto kompromise nuk bëhen dhe unë nuk i kam lejuar. Madje kam shpenzuar shumë që të çoj emra të njohur të letërsisë në juri. Që të marrësh emra të tillë patjetër që kanë kosto më të lartë, sepse mund ta bëje me 2-3 shokë të mirë aty dhe normal. Çonë 2-3 miq fitues edhe u mbyll cikli. Por nuk i rrit cilësinë aktivitetit, nuk i rritet prestigji i qytetit. Dhe që të kthehet vëmendja duhet të kesh cilësi. Unë mendova që themra e Akilit ishte gjetja së pari e një jurie të mirë. Që dhe si vjetë unë nuk do t'i lançoj emrat sepse çmimet janë dhënë akoma dhe ndërhyrjet e ke parasysh si funksionojnë si gjithmonë. Por sërish kemi emra të njohur të fushës së letërsisë dhe studimeve. Por na kanë ardhur gati 140 kërkesa, këtë duhet që ta them, gati 140 libra të llojeve të ndryshme letrare, që nga romani, përkthimi, letërsia për fëmijë, fabula, ka dalë një lloj letërsie tani historie romanizuar që ka bërë përshtypje tek juria. Pra janë të tilla që sjellin dhe gjenerojnë së pari një lloj besimi nga ana jonë që për lexuesit, por kam parë që për cilësi flitet pak. Domethënë nga 140 janë seleksionuar 40 po shqyrton juria. Që do të thotë është me shumë. Në këto 3 vite, nga viti në vit, a kemi rikthim të autorëve që do të thotë janë të njëjtët autor, a kemi emra të rinj? A i kanë qëndruar besnik autorët e edicionit të parë dhe të dytë këtij edicionit të tretë? Si mysafir. Autorët të cilët bën pjesë e panajirit me prezencën e tyre, me votimet e tyre. Po, patjetër. Shiko, ne ngadoj që ta kthejmë letërsinë, ajo ka ata emra që ka, po them 5 emra në një fush, 10 emra në një fush, këta janë. Por ne kemi dashur që të bëjmë pjesë të këtij korpusi edhe të rinjt e talentuar. Tu do të thjesht, nëse një njerëz sot dëgjon këtë intervistë dhe ka dëshirë që të vijë aty të shpalosi krimtarinë e tij. Absolutisht. Shiko, së pari, misioni i Panajirit të Fierit është që të ndërtojë një treg të përbashkët libri, të unifikojë tregun, të mos ketë ndarje të letërsisë në Gjirokastër, apo në Gjakov, apo në Maltëzi, apo në Maqedoni ku ka shqiptar. Pra unifikon tregun e librit dhe kjo ndodh vetëm në qytetin e Fierit. Këtë duhet ta themi me krenari. Por misioni tjetër është të edukojë brezat e rinj. Dhe të edukosh brezat e rinj nuk mund vetëm thjesht tu thuash të lexoni, por ka nga këta të rinj që ti duhet patjetër ti hulumtosh dhe ti nxjerrësh nga aty ku janë, sepse të rinj gjithmonë s'kan besim në vetvete. Po, absolutisht. Dhe që ti gjesh këta është një punë vërtet sforcuese, por ja vlen. Sepse në çdo vit në panajir kemi nxjerr një emër apo 2 emra
që nesër ata kanë të ardhme të bëjmë personalitetet të letërsisë. Dhe ky është një mision që nuk do të ndalet. Edhe këtë vit ne kemi të rinj që na janë paraqitur edhe për konkurs, ku i shikon juria, kuptohet që do jepet nëse do ketë vlera, jo pse është i ri. Ashtu mund t'japim çmime inkurajuese, por vetëm kaq, nuk mund ta motivosh dikë që nuk ka vlerë sepse e dëmton më shumë që në këtë kohë. Dëmton dhe publikun, atë që ti reklamon. Po jo, dhe të riun, nëse i thua që ka vlerë ajo që s'ka, e dëmton. Por nëse i thua të paraqitet vitin tjetër pak më mirë, do të thotë që përmirësohet. Po vetë Majlinda është bërë pjesë e panelit sepse edhe Majlinda është krijuese. Nuk e kam dhënë fare rëndësi kësaj pjese. Unë kam botuar romanin e fundit Zonja me të kuqe dhe shtëpia ime botuese Toena është në Panajir. As nuk e kam parë ka ardhur libri, as nuk jam interesuar për të, sepse kam menduar që ky është një mision më i madh se sa aq. Nuk mund ta lidh me pjesën time, me emrin tim. Nuk Po nëse i përqendrohemi pak aspektit të krijimtarisë së Majlindës, me çfarë është duke marrë aktualisht Majlinda përpos Panajirit, që është një aktivitet që besoj në këtë periudhë nuk të lë shumë kohë të lirë, por e kam fjalën Panajiri do të mbyllet tot ditë, do të finalizohet dhe nuk e di, a ka Majlinda diçka në mendje, një botim të ri? Po, shpresoj që për në nëntor, se zakonisht botimet bëhen në kuadër të Panajireve, se edhe prezantohen në një mas njerëzish. Besoj që në nëntor mund të dalë me një roman që ka në dorë. Është një roman social, sepse unë nuk dalë dot nga ky lloj zhanri për arsye se gjithmonë e them këtë, e lidh me shpirtin gazetaresk. Edhe që të kesh shpirt gazetaresk do të thotë që ti je i lidhur me problemet e përditshme sociale të njerëzve, por edhe po them filozofinë e jetës në aktualitetin që ne na lidh. Dhe i tillë është dhe ky roman, nuk flas sepse libri nuk nxitohet, duhet që të piqet gradualisht dhe pastaj të dalë për lexuesin. Nëse puna ecën, besoj që do e ketë lexuesin në dorë në nëntor. Nëse jo, për Panajirin e Fierit së vitin e ardhshëm. Ndërkohë, cilët kanë qenë njerëzit që Majlindës kanë qendruar pranë, që e kanë ndihmuar? Gjithsecili nga ne kur merr një përgjegjësi të tillë, një ndërmarrje të tillë patjetër kërkon për disa njerëz, ata që e bëjnë të ndjetë ngrohtë, të ndjetë komod, ata që e mbështesin. Majlindën kush e ka ndihmuar më shumë? Ndihmuar në çfarë kuptimi? Se tani në aspektin financiar normalisht ato janë gjatë të tjera. Shiko, tani mirë, do ta ndaja këtë ndihmën në dy pjesë. E para nuk bën vetëm aktivitetet, qoftë edhe për konsulencë të jashtme, me ndihmore po them, qoftë edhe fizikisht nuk bën vetëm. Tek kjo pjesa e parë, unë duhet që t'i falenderoj dhe u jam shumë mirënjohëse profesorëve të letërsisë. Ata që e njohin mirë çfarë është dhe një panajir dhe edhim fare mirë se sa mundohesh, dua që të përmend këtu të ndjerin Jorgo Bulo, që sot nuk jeton më dhe më erdhi keq që këtë panajir e bën pa atë, profesoreshën Klara Kodra, kritikun e njohur nga Maqedonia Ali Aliu, i cili duke sikur është bërë themelues me ne, sepse në çdo panajir ai vjen gjithmonë një ditë para, Pastaj doja të përmendja Shaban Sinanin, një ndër profesorët e njohur, Nasho Jorgashin, që është i qytetit të Fierit dhe që vjen nesër në Fier, e shumë të tjerë të cilët unë i takoj në Tiranë, konsultoj me ta, sepse nuk mund të gjenerosh ide, sidomos në këto aktivitete që janë shumë